Almanaku. On this day. Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite. Në Top Albania Radio. Më 2 dhjetor 1409 u hap Universiteti Leipzigut në Gjermani. 1804 në katedralen e Shën Maris në Paris, Napoleon Bonaparte kurorzohet perandori i Francës, i pari në 1000 vjet. Më 2 dhjetor 1805 Napoleoni arriti një fitore të shkëlqyer ndaj Rusisë dhe Austrisë në betejën e Austerlitzit. 1823, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës James Monroe shpall neutralitetin amerikan në konfliktet e ardhshme evropiane, paralajmëron fuqitë evropiane të mos ndërhyjnë në Amerikë. Më 2 dhjetor 1848, Franz Josef i parë u bë perandori i Austrisë. 1908, në Kin, fëmia 2 vjeçar, Pu Ui, bëhet perandori i vendit, më i vogli në moshë që merr këtë postë të trashëguar. 1930, gjatë depresionit të madh, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Herbert Hoover propozon një program prej $150 milion për punë publike për të ndihmuar në krijimin e vendeve të punës dhe stimulimin e ekonomisë. 1939, në New York u hap aeroporti LaGuardia Airport. 1954, nënshkruhet traktati kino-amerikan i mbrojtjes së ndërsjellë midis Shteteve të Bashkuara dhe Tajvanit në Washington. 1957, Organizata e Kombeve të Bashkuara zhvilloi rezolutën numër 126. Kjo rezolutë u miratua më 2 dhjetor 1957. 1961, Fidel Castro deklaron se do ta çojë Kubën në komunizëm. Krijohet shteti i parë komunist në hemisferën perëndimore. Më 2 dhjetor 1971, Abu Dhabi, Ajman, Fujairah, Sharjah, Dubai dhe Al Quwain formuan Emiratet e Bashkuara Arabe. 1976, Fidel Castro bëhet presidenti i Kubës duke zëvendësuar presidentin Osvaldo Dorticos Torrado. 2 dhjetor 1982, kryhet transplantimi i parë një zemre artificiale. Operacioni kryhet nga ekipi i profesorë De Vries në Salt Lake. 1987, ndoroi jetë në Pe historiani i mirënjohur shqiptar disidenti Ali Hadri. 1990, koalicioni i udhëhequr nga kancelari Helmut Kohl fitoi zgjedhjet e para në Gjermaninë e Bashkuar. 1993, në Medellin, Kolumbi, britet trafikanti i drogës Pablo Escobar, i konsideruar si kontrabandisti më i madh kolumbian i kokainës. 2 dhjetor 2000, pas rinumërimit të votave, Gjykata e Lartë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës vendosi t'i jap fitoren elektorale George Walker Bush, i cili bëhet presidenti i 43.